Pabarazia në pasuri në të gjithë Evropën dhe brenda saj mbetet e theksuar, siç tregohet nga disa tregues. Sipas raportit të Bankës Qendrore Evropiane të publikuar në vitin 2023, pasuria neto mesatare e familjeve në zonën e euros ishte 123.500 euro. Megjithatë, kjo varionte nga vetëm 2.000 euro për 20% të popullsisë së varfër deri në 1 milion për 20% të popullsisë së varfër. Në të njëjtën kohë, radhët të ultra të pasurve po rriten me shpejtësi në të gjithë kontinentin. Numri i njerëzve me të paktën 30 milion dollar pasuri është rritur me 26% gjatë 5 viteve të fundit. Raporti i pasurisë Knight Frank për vitin 2026 i klasifikon ata si individ me pasuri neto ultra të lartë. Numri i tyre u rrit nga 146.525 në vitin 2021 në 183.953 në vitin 2026. Gjermania ka rritjet më të lartë ditore të numrit të njerëzve që i bashkohen klubit të pasurisë mbi 30 milion dollar në Evropë. Çdo ditë 5 persona në Gjermani kalojnë mesatarisht pragun e pasurisë prej 30 milion dollarësh. Gjermania, ekonomia më e madhe e Evropës, renditet e treta në nivel global për nga prodhimi i brendshëm bruto pas SBA-s dhe Kinës sipas FMN-s. Në Zvicër numri i individëve ultra të pasur është rritur me ekuivalentin e 2.7 personave në ditë. Gjatë 5 viteve të fundit numri i tyre është rritur me 4.968, duke çuar totalin në 17.692. Midis viteve 2021 dhe 2026, Franca shtoi mesatarisht 2.1 anëtar të rinj në klubin e saj të pasurisë, mbi 30 milion dollar çdo ditë. Popullsia e vendit me të ardhurat të larta u rrit me 3.781, duke arritur në 21.518. Rritja ditore është 1.6 në Mbretërinë e Bashkuar dhe Itali, e ndjekur nga Spanja me 1.5. Në Turqi shifra është 1.1. Nga këto 7 vende, 5 janë ndër ekonomitë më të mëdha të Evropës. Zvicra dhe Turqia janë të vetmet vende të tjera në rajon ku numri i njerëzve me të paktën 30 milion dollar pasuri rritet mesatarisht me të paktën një person në ditë. SBA-ja është vendi ku jeton numri më i madh i njerëzve me të paktën 30 milion dollar pasuri, me 251.352 persona të moshës së mesme të lartë në vitin 2026. Kina renditet e dyta me 121.677.